Horoskopi për ujorin korrik 2025, muaji i organizimit dhe pastrimit për ujorin. Në fillim të korrikut, me hënën negafore që ndriçon atmosferën, ti po ndihesh i frymëzuar të bësh një pastrim veror në jetën tënde. Jo vetëm në shtëpi, por edhe në mendje dhe rutinën e përditshme. Kjo është koha e duhur për të hequr nga lista e detyrave ato gjëra që të rëndojnë, por që i ke shtyr prej kohësh. Gjithashtu, je duke reflektuar më thellë mbi zakonet dhe sjelljet e tua, duke kuptuar se cilat prej tyre duhet t'i ndryshosh për të përmirësuar vetveten dhe rrugën që po ndjek. Mund të marrësh më shumë përgjegjësi në javët në vijim, por kjo do të të afrojë më shumë drejt një qëllimi afatgjatë. Apo edhe duke dhënë diçka për të tjerët ndihesh i shpërblyer dhe i plotësuar. Dashuria dhe magjia e Venusit në binjak nga 4 korriku. Me hyrjen e Venusit në shenjën e binjakëve më 4 korrik, dashuria fillon të jetë në ajër. Ndjenja e flirtit të lehtë dhe e kënaqësisë në biseda dhe takime të reja është e pranishme. Ndoshta ndjen një shkëndijë të menjëhershme me diçka që të bën të ndihesh më i guximshëm dhe më i sigurt për të ndjekur atë që dëshiron, qoftë një projekt krijues apo një lidhje e re romantike. Fatmirësisht, yjet janë në anën tënde dhe ke një fat ekstra që do të zgjas disa javë. Shfrytëzo këtë energji për të ecur përpara me vetbesim. Një ndryshim i fuqishëm në atë që tërheq dhe në dëshirat e tua. Më 7 korrik, kur Uranusi hyn në binjak, atë që tërheq dhe ajo që dëshiron ndryshon në mënyrë drastike. Ndoshta je gati të ndash me partnerin disa nga dëshirat e fshehta dhe fantazitë që ke mbajtur brenda vetes. Apo ndoshta përpiqesh për një hobi të ri, të papritur dhe papritmas kupton se ke gjetur thirrjen tënde të vërtetë. Nëse je duke pritur për një moment suksesi në internet apo ndonjë famë të madhe, tani ke më shumë potencial të bëhesh viral. Është koha të guxosh dhe të vësh veten në provë, pa frikë nga reagimet e të tjerëve. Hëna e plot në Bricjap më 10 korrik, koha për të dëgjuar vetveten. Në këtë periudhë, mendo më shumë për veten dhe jo për opinionet e të tjerëve. Hëna e plot në Bricjap të thërret të ngadalsohesh dhe të kalosh kohë vetëm me veten. Nëse ke zakone apo marrëdhënie që ndjehen si një peshë, ky është momenti i duhur për t'i prishur ato. Mund të vendosësh edhe një kufi të fortë për të mbrojtur energjinë dhe paqen tënde. Folje e hapur dhe kufi të qartë me Saturnin në retrogradim nga 12 korriku. Saturni që nis të lëviz prapa në shenjën e Dafinës të nxjerr në pa reflektime të thella mbi angazhimet dhe marrëveshjet që ke marrë. A ka marrëveshje apo njerëz që nuk ndihesh më i lidhur me ta? Është koha të qëndrosh i fortë. Të thuash jo dhe të mbrosh atë që vlen për ty. Rivendosje lidhjesh dhe reflektime me Merkurin në retrogradim në Luan nga 17 korriku. Disa nga të kaluarit mund të kthehen në jetën tënde, ish partnerët, miqtë e vjetër, apo ata që ke pasur mosmarrëveshje. Nëse nuk ka rikthime konkrete, mund të ndihesh të reflektosh thellë mbi modelet e vjetra të marrëdhënieve dhe dinamikat që nuk janë zgjidhur. Kjo është një mundësi e mirë për të adresuar ato çështje me njerëzit që ndajnë hapësirën me ty, qoftë në dashuri, shoqëri apo punë. Me hyrjen e diellit në Luan më 22 korrik, ti ndihesh më i sigurt dhe gati për hapa të mëdhenj në marrëdhëniet e tua. Ky është momenti kur besimi rritet dhe mund të ndjesh që je gati për një hap të ri. Qoftë një lidhje më e thellë me partnerin, një bashkëpunim i rëndësishëm në punë apo një kontratë që po të afrohet. Të tjerët duan të punojnë me ty, të përfitojnë nga talenti dhe energjia jote unike. Hëna e re në Luan më 24 korrik sjell mundësinë për të liruar plagët e vjetra të zemrës. Ti je gati të lësh pas dhimbjet e së shkuarës dhe të nisësh një fillim të ri. Çiftet mund të vendosin për hapat e ardhshëm, apo edhe të ndahen nëse ndjejnë që lidhja ka humbur shkëndijën. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë, ose të zbulojnë një mundësi të re biznesi që i ndes pasionet. Më 30 korrik, me Venusin në gafore. Sjell paqe dhe ekuilibër në rutinën tënde, mund të gjesh zgjidhje për një problem që të ka shqetësuar dhe lodhur prej kohësh. Ndihesh i mbështetur në ndryshimet që po bën, në zakonet e tua, në përditshmërinë dhe në mënyrën se si kujdesesh për veten. Përpjekjet dhe përkushtimi yt po vlerësohen dhe kjo të ngroh zemrën. Beso te vetja dhe shpreh vërtetësinë tënde.
Ky është muaji kur bota dëshiron të dëgjojë zërin tënd unik. Mos u trem të dalësh në pa dhe të marrësh iniciativa. Mëso të thuash jo kur di që diçka nuk të shërben. Kufijtë e shëndetshëm janë themeli i çdo marrëdhënieje të fortë dhe të sinqertë. Mëso të dëgjosh zemrën dhe të lësh pas frikën. Hëna e re të fton të fillosh kapituj të rinj pa barën e së kaluarës. Mos harro të kujdesesh për veten. Pak pushim dhe vetë kujdes janë të nevojshëm që ti të shkëlqesh edhe më shumë. Guxo të besosh të ëndrat e tua dhe vepro me pasion. Çdo hap që bën sot të afron me jetën që dëshiron.